Mirëmbrëma dhe gjithë ju që me zemre me shpirt doshit ishit tu, po do but nga shteti juaj. U do but nga shteti juaj nga krika e lindjes me Edi Ramën në krye. Është fakt që mbi 1.6 milion shqiptar sot janë jashtë Shqipërisë. Është fakt që 1 ndër 5 shqiptar që sot është Shqipëri po mendon të largohet. Gjithë kjo për shkak të politikave që ndjek Edi Rama dhe rilindja. Politika që bazohen në shpopullim dhe abuzim pasurive publike. Kujdes, to abuzime në lek, sa do kolosale janë, nuk janë thjesht abuzime në numra, por janë abuzime që të qojnë shkolla pa nxënës, janë abuzime që të qojnë në spitale pa mjek e pa ilaçe, janë abuzime që të qojnë në pronar pa prona, janë abuzime që të qojnë në ekonomi pa të ardhme. E për gjitha këto, ka një emër, ka një përgjegjësi, dhe ky është Edi Rama. Një ore më parë, neve duhet t'i themi këtij njeriu që kishte pushtet absolut 13 vjet, që sot nuk ka më justifikime, sot nuk ka më fajtor, nuk ka kush i ha më darda pas shpine, kur ke të gjithë pushtetin, ke dhe të gjithë përgjegjësinë. Dhe ne sot ne mund të flasim për dështimin e qeverisë në shtetësi, mund të flasim për dështimin e qeverisë në arsim, mund të flasim për dështimin e qeverisë në siguri publike, në siguri rrugore, në siguri ushqimore, mund të flasim për dështimin e qeverisë në luftën kundër korrupsionit, mund të flasim për dështimin e qeverisë në luftën kundër narkotrafikut. Por nuk ka akuzë më të madhe historike për një qeveri se sa populli kur ikën. Kur populli të largohet, kur populli shkon rrugëve të botës, kjo është akuza më e madhe publike shpopullimi këtij vendi. Këtu jemi të gjithë qartë miq. Nuk kemi ardhur rastisht, kujtojmë pak ku ishim përpara e ku jemi sot. Unë kujtoj një vend që kishim 2 fjalë, nën dhe baba. Sot kemi prindin 1 dhe prindin 2 si pas asaj qeverie. Kujtoj unë një vend ku kishim 2 gjini, mashkull dhe femër, sot kemi 10 gjini që na flet kjo qeveri. Kujtoj një vend ku ne kishim pronat tona, tokat tona, e sot ne kemi qeveri që flet për ish pronar. Kujtoj një vend ku neve ndërtonim rrugë kombëtare të sigurta, me rëndësi gjeostrategjike, e sot qeveria ndërton e abuzon rrugë tunele që bien brenda vitit. Kujtoj një vend i cili hoqi vizat me vendet e Bashkimit Evropian, u bë vend antar i NATO-s. E sot kemi një qeveri që shpërndan certifikata sigurie kombëtare bandave. Ky është realiteti. Kjo ishte e pa imagjinueshme. Pa imagjinoni juve ku ishim përpara? Absolutisht po. Ne kemi arritur këtë përpara. Imagjinoni të rikthehemi vlerave. Ta kthejmë Shqipërinë vlerën